Dashi. Ndërsa dielli shkëlqen sot, gjej kohë për të ndalur dhe për të reflektuar mbi prioritetet e tua. Në dashuri, është koha e përsosur për të qartësuar keqkuptimet dhe për të ndërtuar ura të reja me partnerin. Zemra jote do të ndjejë një ndriçim të veçantë, duke sjellë harmoni dhe ngrohtësi. Në punë, qëndro i përqendruar dhe mos lejo që shqetësimet e vogla të largojnë nga objektivat e tua. Një mundësi e papritur mund të shfaqet, por kërkon vendosmëri dhe qartësi mendimi. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Sot, universi të kërkon të kujdesesh për shëndetin dhe mirëqenien. Një shëtitje e qetë në natyrë ose një moment meditimi do të jap energjinë që kërkon. Demi. Koha për të ndjerë gëzimin e gjërave të vogla që rrethojnë çdo ditë. Një takim me një mik të vjetër mund të sjellë energji pozitive dhe kujtime të bukura. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla që mund të bëjnë diferencë të madhe në projektet tuaja. Intuita juaj është thempreth, ndaj mos hezitoni të ndiqni ndjenjat tuaja. Financat kërkojnë pak vëmendje shtesë, një planifikim i mirë tani do të sjellë fryte më vonë. Në dashuri, është koha ideale për të shprehur ndjenjat tuaja të sinqerta. Një bisedë e hapur me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj. Për ata që janë vetëm, mos nënvlerësoni fuqinë e buzëqeshjes në takime të reja. Shijoni çastet delikate të ditës, sepse ato mbajnë magjinë e veçantë. Binjakët. Sot yjet shfaqin një energji të re që frymëzon mendjen tënde krijuese dhe praktike. Në çështjet e dashurisë, lëri ndjenjat të rrjedhin natyrshëm, duke krijuar momente të vogla lumturie. Bisedat e sinqerta do të ndihmojnë të forcon marrëdhëniet e ngushta. Në punë, është dita e duhur për të paraqitur ide të reja, por kujdes mos e nxit shpejtësinë. Ruaj durimin dhe dëgjo edhe mendimet e kolegëve. Në financa, bëj një plan të ri për menaxhimin e buxhetit dhe evito shpenzimet e panevojshme. Shpenzo kohë me aktivitete që të qetësojnë, si një shëtitje në natyrë apo leximi i një libri inspirues. Kjo do të ndihmojë të rikuperosh energjinë e humbur. E ardhmja premton risi dhe mundësi, por mos harroni vlerën e momentit të tanishëm. Daforia. Sot do të ndihesh i mbrojtur nga një energji e ëmbël dhe qetësuese që të mbron nga stuit e vogla të ditës. Në çështjet e zemrës, përpiqu të dëgjosh me kujdes nevojat e partnerit dhe mos hezito të shprehësh ndjenjat e tua më të thella. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur, mbaje mendjen të hapur dhe mos nguro të marrësh parasysh edhe rrugë të reja. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, planifiko mirë dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Ndjesitë e përgjithshme do të jenë të qeta, por reflekto mbi ndonjë ndryshim të vogël që mund ta bëjë ditën më të ndritshme. Merr kohë për të medituar ose një ecje në natyrë, kjo do të ndihmojë të gjesh harmoninë e brendshme. Luani. Sot ndjeni plot energji dhe optimizëm, një kombinim që sjell mundësi të reja si në aspektin personal ashtu edhe profesional. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë të forconi lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, mos nguroni të hapni zemrën ndaj një personi të ri që po shfaqet në jetën tuaj. Në punë, është koha e duhur për të marrë iniciativa që keni menduar prej kohësh. Financat janë të qëndrueshme, por keni kujdes nga shpenzimet e panevojshme. Mos lejoni që gjërat e vogla t'ju shqetësojnë dhe kushtojini vëmendje mirëqenies suaj mendore. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të shijuar momente të qeta, duke ju dhënë mundësinë të rimbusheni shpirtërisht. Dita premton të jetë e mbushur me harmoni dhe gëzim. Gërgjeresha. Sot mund të ndiheni pak më të ndjeshëm ndaj kritikave, por mos e lejoni këtë të ndikojë në humorin tuaj. Në dashuri, është koha të shprehni ndjenjat me sinqeritet dhe të krijoni një hapësirë për dialog të hapur. Në punë, dëshironi të përmbushni detyrat me përpikëri, por mos harroni të bëni edhe pushime të shkurtra për të ruajtur energjinë dhe motivimin. Një përmirësim i papritur financiar mund të ndodhë, ndaj shfrytëzoni këtë mundësi për të planifikuar buxhetin. Natyra ju fton të gjeni qetësi dhe harmoni në aktivitetet e përditshme. Mos u shqetësoni për gjërat që nuk mund t'i kontrolloni. Kujdesuni për veten dhe për ata që doni, sepse kjo është çelësi i lumturisë së vërtetë. Peshorja. Sot është koha e përshtatshme për të dëgjuar zemrën dhe për të fokusuar në ndjenjat që të bëjnë të ndihesh i gjallë. Në marrëdhëniet personale, mbaje mend se mirëkuptimi është çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim. Në punë, një mundësi e re mund të trokasë në derën tuaj, por bëni kujdes të mos e humbisni për shkak të pasigurisë. Financat janë stabile, por është e mençur të planifikoni me kujdes për të ardhmen, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndjesitë tuaja janë të ndërlikuara sot, jepini vetes pak kohë për reflektim dhe qetësi. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të çliruar mendjen dhe për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm.
Buzëqeshja juaj do të sjellë dritë dhe pozitivitet tek ata që ju rrethojnë. Akrepi, sot do të ndjeni më të lidhur me ndjenjat tuaja dhe kjo është koha për të kujdesur për veten. Bëni një hap prapa dhe reflektoni për atë që vërtet dëshironi në dashuri. Një bisedë e sinqertë me dikë të afërt do të ndihmojë në sqarimin e ndjenjave. Në punë, mos e nënvlerësoni rëndësinë e detajeve, ato mund të sjellin një ndryshim të madh në rezultatet tuaja. Financat kërkojnë vëmendje të kujdesshme, prandaj bëni plane dhe shmangni shpenzimet impulsive. Sot, një moment qetësie do të sjellë qarkësi dhe frymëzim të ri. Meditimi apo një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të mbusheni me energji pozitive. Kujtoni se edhe në ditët e ngarkuara, gëzimi gjendet me gjërat e vogla. Shigjetari, sot yjet ndriçojnë për ty dhe shpërndajnë energji pozitive. Në mjedisin e punës do të ndjesh një nxitje të kreativitetit që do t'i mahnis kolegët. Mos nguro të ndash idetë tua, sepse ato mbartin potencial për të bërë ndryshime të mëdha. Në aspektin e dashurisë, hap zemrën dhe dëgjo me vëmendje partnerin, pasi kjo do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Financat janë stabile, por mos i nënvlerëso shpenzimet e vogla, kujdesi në detaj dhe shqetësi. Ndërkohë, mos harro të gjesh pak kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi çështjet e brendshme. Harmonia e brendshme do të ndihmojë të gjesh paqen që kërkon. Britsjapi, sot është dita për të bërë një hap prapa dhe për të reflektuar mbi synimet tuaja. Në shtëpi, ndjenjat do të ndizen dhe do të keni mundësinë të forconi lidhjet me dikë të dashur. Mos u friksoni të shprehni ndjenjat dhe mendimet tuaja. Kjo do të sjellë një afrim të mrekullueshëm. Në punë, mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Bashkëpunimi do të jetë çelësi për të zgjidhur sfidat që ju presin. Financat ju kërkojnë kujdes, kështu që është më mirë të shmangni shpenzimet e papritura. Një planifikim i mirë do t'ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur. Gjithçka që kërkohet është durim dhe besim në rrugën që keni zgjedhur. Lëreni zemrën të udhëheqë dhe mendja le të gjejë qetësinë e saj. Ujori, sot ëndrat dhe realiteti mund të puqen me një mënyrë të papritur. Ndjesitë do të jenë të forta, duke të shtyrë të eksplorosh botën përreth me më shumë kurreshtje. Në dashuri, është momenti ideal për të gjetur një gjuhë të përbashkët me partnerin dhe për të ndarë ëndrat e përbashkëta. Në punë, talentet krijuese do të shkëlqejnë, duke të ndihmuar të zgjedhësh zgjidhje inovative për sfidat që të dalin para. Financat kërkojnë kujdes, mendo 2 herë përpara se të bësh ndonjë investim të madh. Me frymë thellë dhe përqafo qetësinë e momentit. Sot mund të zbresësh në thellësitë e shpirtit tënd dhe të gjesh përgjigje që kanë pritur gjallë. Bëhu mik i vetvetes. Peshqit, sot është dita për të dëgjuar intuitën dhe për të ndjekur zemrën në çdo vendim. Dashuria do të ndriçojë si një yll i ndritshëm, duke sjellë momente të ngrohta dhe plot emocion. Në punë, një projekt i lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tënde. Qëndro i përqendruar dhe mos u dekurajo nga sfidat e vogla. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Një mik i vjetër mund të kontaktojë papritur, duke sjellë me vete kujtime të bukura. Merr kohë për të reflektuar mbi emocionet që ndjen dhe për të gjetur qetësi brenda vetes. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të të ndihmojë për të qiruar mendjen. Bota të jep mundësi të reja, pranoj me bujari.